Ne kemi, më duket në linja, tek Ecja, dy miqë tanë të cilët morën rrugtimin e tyre, nga Suedia për në Kosovë, dhe për momentin jemi në linjë të drejt për drejt miqdashur, kërkojnë ndjesë sepse mbasi interneti nuk e kemi shumë të mirë, por gjithsesi uroj dhe shpresoj të dëgjohemi. Mirëmëngjes Valon, mirëmëngjes Shpejtim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ne ju premtuam shikuesve tanë, po ashtu edhe ju, që rrugtimin tuaj do të mundohemi kohë mbas kohe t'ju përcjellim se ku jeni. Më thuaj fillimisht, unë më duket që mbasi mund ta kemi informacionin e gabueshëm, thash që jeni diku nga Hanoveri. Sakt. Jemi 20 kilometra nga Hanover. Shumë mirë. Më thuaj, për gati 500 ca kilometra keni kaluar rrugtimin tuaj? Deri tash si ka kaluar rrugtimi juaj? Si keni këmbët njerë fillimisht, më thuaj? A u mësuan, a u adaptuan, apo vazhdojnë fluskat? Po vazhdojnë shpëtimi me këmbët, nuk i ka punë shumë mirë, po si dhe që tjetë si shpëtimi, nuk ka dërzim, nuk ka këtim prapa, edhe vetëm për para. Shpëtimi nuk shpëton do të nga vetja. Jo. E keni edhe shokun e vogël nëse nuk gabojmë Maksi. Maksi si është Maksi? Maksi është shumë mirë. Me Maksin e kemi vetëm një të lartë që të pëmunëm dëtë mja humbë energjinë. Kështu që e keni një referencë të mirë për kondicion. Motivus. Pa tjetër. Shumë është një formë, ta formë është edhe Maksi. Edhe neve jemi shumë mirë. Janë ca sfida normal. E vështirë. Me gjatë që kemi përpara, e vështirë, kemi ca sfida, si kur tash pak, dhe më thonë 5 minuta para se më lidhë me juve direkt, e kemi nga ndodhe një papritur, ta themi kështë e letë, po edhe neve ngellëm këtu. Në prish karroca. Në prish, keni pas disa probleme me karrocën, edhe keni sfit ka qenë bajage, se guma dhe më thonë të prishje kemi pas, po se dhe qoftë mirë. Unë besoj dhe shpresoj që mërgjimtarët tanë të cilën ndodhen në Gjermani për momentin, t'ju ndihmojnë, t'ju dalin në pritje, t'ju ndihmojnë në çështjet mekanike, të cilët janë të papritura që ndodhin, por unë do doja që nëse takoni dikë, Valon, ka një lëng që i krijon këta gomat tubelez, domethënë që janë të pa të brendshme, që mbushet me një lëng dhe nuk plasin gjatë gjithë, domethënë janë të qëndrueshme, kështu përjetësisht. Po, me thonë drejtën sa i përket shqiptarëve në diasporën përgjithësi, ne kemi pas një pritje nga ona tyre të papame, na kam pritë shumë mirë, po thuaj se do të tretën ditë, eventualisht 4 ditë kemi flajtë në për hotelet e tyre, në për shtëpitë e tyre, kështu që nuk kemi koment, është moment i papame, me të vërtetë. Lajm shumë i bukur. Më thuaj, kam një pyetje, a jeni duke mbajtur ditar për përditshmërinë që po ju ndodhe? Diçka po. Thjesht në celular apo i shkruani? Unë mendoj që është më mirë të shkruan. I shkruajmë. Deri më tani, Shpejtim dhe Valon, cila ka qenë në vështirësia më e madhe që jeni ballafaquar dhe a e keni alat pozitivitetin, energjinë si në fillim kur keni fillu? Pozitivitetin nuk e kemi njëjtë, e kemi më të rritur. Më të mirë. Lajmi bukur. Shumë lajmi bukur. Gjithse do thotë, sidomos ditët e para kanë qenë, e kemi parashikuar se do të jetë më e vështirë, me thonë të drejtën. Kështu që kemi kalu afër 550 kilometra deri më tani. Kështu që kjo kriza e madhe, me thonë kështu, e kemi kalu edhe ta kemi shumë më në formë, me kondicion më të mirë, me gjithçka më mirë. Valon, sa kilometra rrugë bëni në ditë përafërsisht për ta ruajtur kontinuitetin, sigurisht? Përafërsisht, mesatarisht deri më tani, deri më dje, e kemi 26.4 kilometra në ditë, mesatarisht. Mirë. Në ka 20 deri në 37 kilometra. Deri në 37 kaloni? Po, mi kemë bo në 37. I qartë. Sa orë ju merë në ditë, dhe më thënë, ecje përafërsisht? Po mbi 4-5 orë duhet jetë. Po, mesatarisht, dhe me thonë se tash kur po nalim të vllaznit tonë, kur po na bojnë konak që thëmë ne,
Atëherë, si kur dje, për shembull, po na mojnë karrocën edhe po ecën vetëm me çantat, edhe po na është një ndim goxha e madhe. Aha, ju vinë në ndihmë dhe ata ecin me ju bashkë me ju, ha? Jo, na bin destinacion karrocën, domethënë, ku jena na bin destinacion. A, e qartë. Po, sepse edhe ajo është një bare madhe, të cilët duhet ta tërheqësh. Gjatë ecës e kemi rreth 4 km 4 deri në 5 km në orë, mesatarën. Mirë, tamam, është e qartë edhe e saktë, por për të patur një kondicion sa më të gjatë, sepse kur e teprojmë ndonjëherë, pastaj kemi edhe lëndime në përkëmbë të shumta dhe na nevojitet më shumë rikuperim të pushojmë derisa të ripërtrihet edhe lëkura të gjithë e ditë. Unë dua ta di se në vazhdimsi 2-3 ditët në vazhdimsi, cilat janë plane, cili është destinacioni i radhës më i afërt, çfarë plane keni për një kohë të shkurtë, po flasim, ndoshta deri në një javë. Atëherë kur jemi te plani, jemi shumë sinqert në përgjigje. Dhe me thonë, neve vetëm e kemi rutin ka do kalojmë. Nuk kemi plan, dhe me thonë, na sonte nuk e dina ku na zanata, ku do nalemi. Dhe me thonë, e kemi lënë kështë në të rjedhe në gjona. Nuk e dojmë 3 vetit hiç. Nuk kemi orar të ecjes, nuk kemi kilometra do ecim sot, apo dhe me thonë, e kemi nuk stresin e kemi lënë të shtëpia dhe po vazhdojmë pa stres. Kështu që nuk kemi plan, po ju garantoj me shumë përgjegjësi e them që nuk kish pas njeri që kishte me bu këtë plan sa bukur, sa mirë kanë rrjedhë zona deri më tani. Valon, jeni befasuar edhe vetë për po bëj një apel për të gjithë bashkë qytetarët tanë, miqtë tanë që i kemi nga zona Hanoverit, kështu që mund t'i ndjekin dhe unë besoj dhe shpresoj që të gjithë shqiptarët që janë atje që ju ndjekin, konakun u lën hapur, besoj, edhe shpresoj që për sot, në qoftë se na ndjekin, që i kemi të shumt edhe nga Mërgata, besoj që do t'ju dalin në ndihmë edhe për ditën e sotme dhe besoj edhe në ditën në vazhdim. Po më thuaj, me motin si keni kaluar, sepse e dim që kemi patur një 2 javë jo të mbara, jo të mira, por nuk e di nga ato zona që keni kaluar ju, a ju keni ikur rreve apo ju kanë ndetur mbi kokë? Ja, me shi vetëm Danimark, kur na konë të mbem, do në 2 ditë i kena pos me shi, s'kem pos ditë tjera me shi. Mbra më konë do më nota ma e nxehtë për neve, që nuk kena pos tëft notën, gjatë notës. Mbra më do më konë nota ma e mira, kështu për sa i përket tëftit. Do të thotë, shi pros që këtë ceko dhe shpëtimin shi nuk ka pas, moti ka qenë shumë i mirë gjatë ditëve, një për sfida ka qenë edhe ftofti i madh gjatë natës, kur kemi flet në tendë. Ka qenë pak problematik. Edhe lagështia ajrit. Po, unë po vërej një dallim nga dita që u bëm lidhjen e parë, shpëtimi më duket që ishte me mjekër më të gjatë edhe më flokët e kishte më të... A është qethur apo ashtu më duket? Ina qethë dytë. Unë mu po mbrejt më shumë. I ndihmoni njëri tjetrit si punë berbere apo keni gjetur dhe një berberane ose dhe një frizer rrugës? Jo, ku ishëm atje dhe me thonë që na bon konak të Hamburg, ku ishëm, dhe me thonë... Ja që e përshëndesim shumë, në nga të kova. Edhe ai dhe me thonë na dërgoj të berbere, edhe na qefe, edhe gjitha të... Kush ku mbromis nga njoftin e shkoshtim nga numrana me hipo. Përveç qethjes edhe sa kilogrami keni hek? Edhe kjo është... A, peshoren e ka në fund kur do mbrinë? Por 2 javë ecje, dhe me thonë ditën e 13 që jemi matë, unë isha minus 6 kg, shpëtimi ishte minus 4. Tani dhe me thonë 10 javë që kemi ecë, besoj rreth 8 kg unë i kam humbë, shpëtimi 6 atë dikon. A jeni duke ushqyer shëndetshëm? Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme se ju duhen edhe shumë minerale, vitamina e gjithë shka, domethënë proteina për të mbajtë edhe normalisht edhe fizikun. Me ushqimin si keni punë, po ushqeni shëndetshëm, pi merrni të gjitha ato vitamina. I vitaminat i kemi të gjitha, ushqime kalorike, me proteina, edhe dëmon ujë të tjerë, vetëm ujë të tjerë. I këtu të gazu me pije tjera së përdojnë. Shumë mirë. Dëmon ushqim shumë të kujdesni njëna.
Duke Deri po vjen ditur... na morën, Na morën shikort, pak që aty po kemi ha problem. Aty të ne po vjen longa, po vjen lija, po vjen... E këtu, ku jemi tek këta, se e dim që mikpritja shqiptare është e jashtëzakonshme. Do më thëmë përmendemi në gjithë botën për mikpritje. A ka patur ndonjë ditë nga rrugëtimi juaj që jeni futur në një konak, që është dashur ta vazhdoni sërish rrugën, por jeni bllokuar nga ushqimi? Që e ke parasysh sepse kur ham ngopemi deri në Sjetlla. Bajram e kemi. Po jem kujdesshëm, ana nuk abuzoj. Me thonë drejtën nuk po mujna me hongër që shkëna hongër për fora. Është zvoglu lukse. O, për bet, është zvoglu lukte se sigurisht kishte me ndodh ajo që e cekët, po aty ofër do me thonë kufi kemi qenë. E qartë. Gjema na nuk dojmë ju marrë edhe shumë kohë. Po, sepse jeni gjatë lëvizjes, unë ju falenderoj shumë publikisht. Ne do t'jemi deri në fund sezonit, deri sa e kemi emisionin, do t'jemi bashkarisht, do t'mundohemi të kemi kohë pas kohë që të lidhemi, dhe për të bërë një apel në vendodhjen ku jeni ju, që qytetarët tanë që na ndjekin nga atje, të mirëpresin. Faleminderit shumë, nuk kemi dyshim në parë të thonë të drejtën se Irdosh Zoti e vazhdon kjo rrugë deri në fund kështu qysh ka vazhdu deri këtu. Jemi shumë të kënaqur, shumë motiv, gjithçka është të shku më mirë se që kishim bërë neve plan. Për këtë arsye s'mundesh me bë plan. Nuk mundesh me bë plan gjatë ditës çka kemi bërë se po ndodhin domethënë më mirë për na bën kur s'po bëjna plan. Po ndodhin vetë. Mbajeni motivin, mbajeni këtë pozitivitet që e keni edhe unë mendoj që kur jeni edhe pozitiv ju dhe të motivuar, mendoj që edhe planet gjithë shka tjera do të përputhen me dëshirat tuaja. Sepse si thot, populli thot, rastësia është mbreti i botës. E vërtet. Dhe gjithandej, kudo që kemi shqiptar që ju ndjekin, që ju përcjellin, që për ju mbasi mund të duket rastësi, dijeni sepse ne themi Big Brother is watching you. Faleminderit shumë, e shpresoj të më falendëroj për mundësinë. Edhe i ftoj gjithë shqiptarët që na ndjekin në TikTok, domethënë faqen tonë hap pas hapi. Se po ndodhin gjëra shumë bukura që rreth vështirësi. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, kujdesuni për veten, ne do të jemi në kontakt të vazhdueshëm, do t'ju shohim, do t'ju përcjellim dhe shpresoj që udhëtimi juaj të bëhet sa më i bukur. Çdo ditë më i bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë shpejtim, faleminderit Valon, ditë të mbarë, edhe uroj që të dëgjohemi në ditët në vazhdim, sigurisht. Se ku do t'jeni dhe sfidat që po përballeni në përditshmërinë tuaj. Miru pafshim. Sepse një rrugtim shumë maratonomak. Ju dojmë shumë, respekt. Faleminderit shumë, gëzuar, ditë të mbarë e gjithë të mirat.